Me shka të dush. Jena përballë. Si kalohet jeta vesh na dim se që ka të kaloj jeta. O të pëtojnë popin o të t'i venë Karmin të të rëti. Karmin, t'jamnoj. E s'hatë bukë këto. I ndodhur dikund në majat e larta të Pukës, larg gjendrave të banuara, kampi i çdo burgosurve politik ishte kthyer në tmerrin e vërtet për më shumë se 800 të burgosur që dërgoheshin atje nga të katër anët e vendit. Torturat njerëzore e rëndisin atë të dytin pas atij të Spaqit, ndërsa grykat në mesin e maleve konsiderohen si vend i vdekjes për rreth 100 të burgosur. Godinat që tashmë dita ditës po kthehen në rënoja, vijojnë të mbeten si dëshmi e heshtur e torturave njerëzore dhe e qëndresës së pashembull të njerëzve, historitë e të cilave sot të ngjajnë me imagjinata të shfrenuara, por që fatkeqësisht janë realiteti dhe dëshmia e saj nëpër të cilët ka kaluar historia e popullit tonë. Ndonë se i lënë në arrest dhe pa më të voglin për kujdesje, Ishburgu famkeq vizitohet çdo vit nga ata që kaluan ditët e rinisë së tyre në torturat barbare të sistemit komunist, ndërsa kujtimet që përcjellin të ngjajnë me tmerre luftrash të përgjakshme që në Shqipëri aso kohë i shkaktonte lufta e klasave dhe sistemi komunist. Ishte burgosurit vijojnë të qëndrojnë si dëshmia e asaj çfarë përjetoi Shqipëria në vitet e tmerrshme të diktaturës, nëpër të cilat kaloi vendi ynë. Këta janë bitë e Shqipërisë. Këta kanë dhe rinin e tyre, e të pyetini këta që do mrekulloni të gjithë këtë popull shqiptar. Burgu famkeq dhe tmerret nëpër të cilët kalonin ditët e rinisë brenda mureve të tij, sillte dhe frymëzimin për të thurur vargje mbi torturat e diktaturës. Shkrimtari i njohur Visar Zhiti kujton se si shkruan ta aso kohë, teksa përballej me diktaturën e egër të sistemit. Ju kujtuat atë që më dhimbet dhe që i jep arsye shumë gjërave të jetës time, poezit. Vërtet këtu unë kam shkruar shumë poezi, me copa letrash, të fshehura, të bëra me kujtesë, në njërë brenda në to galeritë të tmerrshme. Edhe këtu i fshinin në këto gërmadhat që duken tani. Ato poezi në fakt u krijuan edhe për të dëshmuar tmerrin e këtushëm, por njëkohësisht u shkruan dhe për të krijuar emocionin e gjallë të njeriut, atë emocionin e bukur që na ishte ndaluar. Vendi këtu ishte rrethuar me tela me gjamba, me ushtar, kujtoni se nuk lejonin të hynte asgjë dhe nuk lejonin të dilte asgjë. Në fakt, këtu hyri poezia, nuk e di nga qielli, nga shiu, nga ret, dhe doli poezia, ajo që shkruajtën të burgosit të dënuarit. Mesazhi është ky që ëndra e njeriut është e pazgjesueshme. Ajo realizohet, në mos me trupat tanë, me ata që do të vinë. Dhe janë të kota diktaturat. Kampi i qafës së Barit do të mbizotronte historitë e tmerrshme të diktaturës, përmes asaj çfarë sot e asaj dite mban emrin si revolta e përgjakshme e Qaf Barit, ku u vran duke u torturuar barbarisht të burgosurit në thënien e regjimit. Sa më shumë të vrarë, aq më pak armiq.
me 22 maj të vitit 1984, aty në dhonë e presion tortura që na bënte policia, në punë e stërmundin që bëjmë në galeri, aty u improvizua një ngatres me policin, ku u bë një llatar i vërtet. Aty ishte e pa diskutueshme bërja e normës. Normat ishin operative dhe norma e përditshme. Do të thotë që norma operative ishte dy fiqi i normës të një punëtori të zakonshëm. Aty për arsye të mineralit, sepse nuk që dalë një vagon, policia improvizoi, siç u thash edhe një herë, një sherr aty tek kampi dhe hyri edhe goditi një nga të dënuarit, pasi ata u mblodhën të gjithë bashkë edhe ja morën djalin nga këtë personin policisë nga duart, u goditën me policinë. Policia doli edhe iku jashtë, pas pak gjysmore, pak më shumë, pak më pak, vjen një helikopter që erdhi nga Tirana, edhe masi bëri një xhiro përbi kamp, policia ishte jashtë rrethimit të kampit, kampi ishte pa polici, në atë kohë, zbret poshtë dhe vjen i dërguari i ministrit të punëve të brendshme, Lek Ymeri. Edhe basi na kërkuan disa herë të rrezoshin, aty lexoshin një listë ku të parë ishin Sokoli, Ton Ndoja, Haxhi Bazhinovski e shumë emra të tjerë. Më fund fare ai ndrovi roje se rojet ishin ushtar, i ndrovi vuri oficer, vuri mitraloza me ata me mulli, edhe i tha komandant kam tha mos u thirr me ata sepse tash i tha do të japun në fatin e fundit të tyre. Ai ngriti dorën, tregovi orën, e tha keni 5 minuta kohë. Po që bora mos rrezoi. Aty që ishte komandant kampi, komandanti i policisë, një Edmond Saja, sot ka marrë strehim politik në Gjermani. Si i përndjekur politik, të gjithë lojën, gjithë qekulizën, gjithë skenar që u vunë në skenë dhe u zhvillua në qafën e bajt, është një Edmond Sajës, si komandant policie dhe gjithë policat e tjerë që tash nuk i mbajnë mend emra, që i torturuan edhe zhbën masi hyn brenda, arrestuan 14 parët, i torturuan me mirë, thyen dorë krem atje dhe i mori i hodhën në një zisë të zbuluar, i çuan deg në mendë të Pukës, sepse kampi i qafës së Bajit vashi nga Puka, nga rrethi që ishin nga administrim. Aty kur ikën të parë atje, mirë njerëz që i fuqin në dhomë, i rrivin të torturoheshin. Më kujtohet shumë mirë që aty kanë marrë ishte një ish oficer ushtarak, një Sandër Sokoli nga rrethi i Tropojës, dënuar më duket se 20 vjet, atë e kanë marrë edhe e kanë thyer në mes syrit tonë kampit. Sipas kërkimit të mia të dokumentave që kam gjetur, ai nuk ekziston në dokumentat e qafës së Bajit si njëri i masakruar apo i vdekur apo i gjallë. Aty për 5 vjet u bë një gjyq edhe u dënua me vdekje po shkatim Sokoli edhe Ton Ndoja, të dy më trimat më guzimtarët e qafës së Bajit. Unë jam interesuar për këta dy njerëz që kam gjetur edhe për zhvillën e poshkatimit dhe di me emra kush i ka poshkatuar. Torturat barbare, përjetimet e tmerrshme të ngjajnë sot me histori të sajuara nga ata që mbeten heroj të qendresës antikomuniste, e që jo më pak raste vuajnë dhe sot pasojat e përgjakshme të torturave të ushtruara mbi ta. Mas një udhëtimi shumë të gjatë, na hoqën prangat, na grumbullun aty te sheshi, vinte të borë, ky ishte prezantimi i parë me qafbarin. Pastaj të nesmen na futën galeri, ishte hera parë që futëm në një galeri të tillë. Ishin galeri, këto ishin një minier që ishte zbuluar qysh në kohët italianëve dhe shifshin të pamundur të çfarëzohesh. Qeveria kishte tentuar atëherë me ordinerët e panë që nuk bëhesh gjë, ishte shumë e rrezikshme, na prunë politikanët. U futëm në galeritë e këtyre që çfarë binde jashtë binde brenda në galeri. Galeritë ishin mjaft të ngushta, që për nga ordinerët, ne filluam të zgjerojmë galeritë, por e keqja ishte kur vishim të nesmen, ajo gjitha e punë që kishim bërë një ditë përpara, galeria kishte filluar të mbyllesh fare nga presioni i piritit dhe idheve që ishin. Dhe kujtimin e fundit që kam me këtë, se ne arritëm të realizojmë normat që kërkojshin e të gjitha, u bëm mjaft kompakt, por kujtimi i fundit është revolta e qafbarit. Ai tmerr që kemi pësuar atë dite, fillon
plagosën i shokun tonë, filluan të marrin, të torturojnë njerëzit, të vrasin, dhe në fund fare na ngarkuan nëpër kamiona, ne që dashu, dhe na hoqin nga qafe barit. Na çuan na torturonin në vende të tjera. Dhe ky u bë një kamp i dënuar për disa vjet. Din ato mas i ikëm ne çfarë hoqën. Ka marrë para ca vjetësh plot me eshtat e një shoku tem të ngushtë, Agi Magaraj, që është i vdiq këtu, dhe na dukesh ky kamp na dukesh jashtëzakonisht i vogël. Po shohim tash që është krejtësisht i rënuar dhe si duket përpara që ka rënuar komanda që ishte Matan. Me këto sheshe të vegjël, edhe mendojmë si kemi qenë grumbulluar 400 veta në një vend kaq të vogël. Drejtësia të bëj punën e saj. Të gjithë ato që shkaktuan këto krime që bëjnë pjesë në genocid të pastër, sepse u drejtuan nga një kategori njerëzish, pavarësisht se nuk ekzistojnë elementet e të tjerë të genocidit, ndjekje racore apo është ajo ndjekja klasore që duhet ta klasifikohet si krim genocidit. Edhe kjo është i paparashur. Ishte burgosurit politik, teksa kujtojnë ata çfarë kaluan në mesin e grykave të maleve në thellësitë e Pukës. Ata ku torturat e tyre u lanë gjurmët e pashlyeshme, i kanë apeluar shumë herë shtetit që ky kamp të kthehet në muzeun e krimeve të komunizmit, por kërkesa e tyre gjithnjë ka gjetur heshtjen dhe mospërkrahjen autoriteteve vendore në Pukë, këtyre që flasin për zhvillimin e turizmit, por që nuk bëjnë një hap për zhvillimin e tij. Turizmi historik do i bashkangjitej atij natyror që ka Puka, por edhe pse qafa e barit ka çfarë të tregoj, gojmbyllurit heshtin duke përsëritur në forma të zbutura dhe diplomatike torturat e asaj kohe, por që sot janë nga pak në korrizë të gjithëve.